Nëse po kërkoni të gatuani diçka të shpejtë dhe të shijshme, kjo recetë është për ju. Si fillim do të na duhen 3 vezë, 4 lukos, do të hedhim vaj, krip dhe do t'i përziej mirë. Pasi kemi përzier mirë, do t'i hedhim mielin. Do na duhet 100 gram miell misri dhe 200 gram miell gruri. Do t'i hedhim gjithashtu 10 gram pluhur pjekës ose 1 lugë çaj sot buke. Do vazhdojmë ta përziejmë përsëri. Pasi kemi përzier mirë, do t'i hedhim djath. Kam përdorur 50 gram djath të bardhë dhe 50 gram djath kaçkavall. Mund t'i hidhni gjithashtu dhe majdanos sipas dëshirës. Do vazhdojmë ta përziejmë përsëri. Të gjithë masën do ta hedhim në një tavë në të cilën poshtë kam shtruar letër pjeke. Do ta përhapim mirë nëpër të gjithë tavën. Pasi kemi përhapur mirë, sipër unë i kam hedhur suxhuk, të cilin e kam prerë në feta. Suxhuku në këtë rast jep një aromë dhe një shije shumë të mirë. Gjithashtu sipër do t'i hedhim dhe fara susami. Dhe më pas do ta vendosim në furrë të parangrohur me 180 gradë për rreth 30 minuta. Pas 30 minutash është shpjekur. Do ta heqim nga furra, do ta lejmë të ftohet pak dhe më pas do ta presim. Kjo është një recetë shumë e shpejtë në përgatitje dhe del shumë e shijshme. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.